Koha. Një iluzion i ndërtuar mbi pendime. Por në këtë qoshe të harruar të Tokios, koha ndalon. Ose, të paktën, i jep një shans të dytë. A është ky një premtim? Apo një kurth? Këtu, në këtë cep të harruar të realitetit, gjendet kafeneja Funiculi Funicula. Por mos u mashtroni nga aroma. Ajo nuk është një kafene e thjesht. Është një anomali kohore. Dhe kafene nxehet, e cila i shërbehet klientit. Ajo nuk është kafe. Është një orë rëre fluide, e krijuar nga grincat e ngrohta të kohës së shkuar. Kamarierja? Ajo nuk është thjesht një punojse. Ajo është rojtarja e ekuilibrit të universit. Veprimet e saj janë të shpejta, të sakta dhe mbartin dënimin suprem. Rregulli i madh është i thjeshtë, por brutal. Një ligj i hekur t'i vendosur nga një entitet që shikon në çdo kohë një herësh. Duhet të kthehesh përpara se filxhani të ftohet. Nëse dështon, një apokalips personal ju pret. Ju ngecni atje. Historia e parë e romanit, Pa u ftohur kafeja, është një hyrje prekse në konceptin e udhëtimit në kohë dhe rregullat e tij. 4 historitë e pjesës së parë. Çdo histori ka rregullin e artë. Duhet të pish kafen dhe të kthehesh në të tashmen pa u ftohur kafeja. E dashura dhe i dashuri. Kjo histori quhet E dashura dhe i dashuri dhe përqendrohet te personazhet Fumiko dhe Goro. Fumiko Kiyokawa, një grua e re ambicioze, e cila është ndjerë e shkatruar pasi është braktisur nga i dashuri i saj. Goro, i dashuri i Fumikos, i cili shkoi në Amerikë. Fumiko ka ardhur në kafenen Funiculi Funicula. Me qëllimin e vetëm të përdor karrigen magjike për të udhëtuar pas në kohë.
Ajo dëshiron të kthehet në momentin para se Goro të largohej dhe t'i thoshte asaj se do të shkonte në Amerikë. Ajo ndihet e inatosur dhe e braktisur, duke besuar se ai nuk i tha kurrë të vërtetën dhe se e la për një tjetër. Udhëtimi në kohë. Fumiko ulet në karrigen e udhëtimit në kohë. Sapo i shërbehet kafeja, ajo kthehet pas dhe shikon Goron. Takimi në të shkuarën. Kur ajo përballet me Goron, ajo e pyet pse u largua pa i treguar asgjë dhe pse e la vetëm. Goro nuk ka mundësi të flasë gjatë, pasi koha po mbaron. Kafeja po ftohet. Ajo zbulon se Goro gjithmonë e kishte dashur atë, por e braktisi atë për të mirën e saj. Ai e dinte se ambicjet e Fumikos e shtyn të jetonte në Tokyo, dhe ai nuk donte ta pengonte ëndrrën e saj. Ai i thot asaj se ajo duhet të jetë e lumtur dhe sa i donte dhe do ta donte gjithmonë. Mësimi kryesor. Megjithse fjalët e tij nuk ndryshojnë faktin se ai u largua, biseda i jep Fumikos qartësi emocionale. Ajo e kupton se braktisja e tij nuk ishte një akt tradhtie, por një sakrificë e bërë nga dashuria. Kjo bisedë i jep asaj paqen e nevojshme dhe aftësinë për të lënë pas inatin dhe keqardhjen. Përfundimi. Fumiko kthehet në të dashmen pak para se kafeja të ftohet. Ajo ende është vetëm dhe Goro është ende e larg, por tashmë ajo ka ndryshuar. Ajo e pranon të vërtetën e ndarjes dhe ndihet e çliruar, duke filluar të shohë me optimizëm të ardhmen dhe dashurinë e saj të radhës. Kjo histori thekson se udhëtimi në kohë nuk ndryshon realitetin, por ndryshon zemrën e atij që udhëton. Burri dhe gruaja. Kotake, një grua rreth 60-tave, besnike dhe shumë e dashuruar me burrin e saj. Fusagi, burri i Kotakes, i cili vuan nga sëmundja e Alzheimerit dhe po i humbet me shpejtësi kujtesa. Fusagi, dikur ishte një burr i dashur dhe plot humor, por tani sëmundja ka bërë të vështirë bashkëjetesën. Ai nuk e njeh më Kotaken si gruan e tij dhe ka filluar të veprojë në mënyrë të çuditshme. Kotake është dëshpëruar duke ndjerë se ka humbur shpirtin e partnerit të saj, edhe pse ai është ende fizikisht me të. Qëllimi i udhëtimit në kohë. Kotake dëshiron të kthehet pas në kohë, një vit në kohë, në momentin kur Fusagi ishte disi të kthjellët. Qëllimi i saj nuk është t'i jap këshilla për shëndet apo të parandalojë sëmundjen, por t'i jap një letër. Udhëtimi në kohë dhe letra. Kotake ulet në karrigen magjike. Ajo udhëton pas në kohë dhe makton burrin e saj të atij momenti. Me kafen që po ftohet, ajo i jep letrën. Ajo e lut atë ta lexojë atë ditë, pasi nesër nuk mund të jetë në gjendje ta kuptojë. Përmbajtja e letrës. Në letër, Kotake shkruan thjesht dashurinë e saj për të dhe se shumë ka gëzuar çdo moment me të. Por mbi të gjitha, ajo i jep një udhëzim të thjeshtë dhe thelbësor për të ardhmen e afërt, kur ai nuk do ta njohë më. Në thelb, ajo shkruan: "Edhe kur të harrosh, kujto, ne jemi bashk dhe unë do të jem gjithmonë këtu. Ti nuk je vetëm." Mësimi kryesor. Kur Kotake kthehet në të tashmen, gjërat fizikisht nuk kanë ndryshuar. Fusagi ende vuan nga Alzheimeri dhe nuk e njeh Kotaken, por ajo e kupton se udhëtimi nuk ishte për të ndryshuar humbjen e kujtesës së Fusagit, por për të ndryshuar kujtesën e saj për marrëdhënien e tyre. Ajo kupton se thelbi i dashurisë së tyre është i pandryshueshëm dhe se ajo ka bërë gjithçka që mund të bënte. Pasojat në të tashmen. Pasi Kotake kthehet, ajo vëre një ndryshim të vogël dhe shumë domethënës. Her pas here,
Fusagi, edhe pse nuk e kujton atë, mban letra në dorë dhe buzëqesh butësisht. Ajo di se ngjënia e dashurisë dhe sigurisë që ajo i dërgoi me letër ka gjetur rrugën e saj, duke i dhënë të dyve paqe të brendshme, pavarësisht nga sëmundja. Kjo histori thekson se udhëtimi i vërtet njerëzor ekziston përtej kujtesës dhe kohës fizike. Motrat. Hirai, motra më e vogël, e cila ka lënë shtëpinë familjare dhe është bërë pronare e një hoteli. Ajo është e suksesshme, por mban një barë të madhe keqardhje. Kumi, motra më e madhe e Hirait, e cila ka vdekur. Ajo ishte një grua e mirë, por kishte një shëndet të dobët. Situata dhe keqardhja. Pasi Kumi vdes, Hirai vjen në kafene për të udhëtuar pas në kohë. Ajo ka një keqardhje të tmerrshme që e mundon. Pak para se motra e saj të vdiste, ato kishin pasur një zënk të ashpër në telefon. Zënka ishte aq e keqe sa ato i mbyllën telefonin në zemërim, pa u pajtuar kurrë. Tani Hirai dëshiron të kthehet në atë moment për të anuluar zënkën dhe për t'i kërkuar falje motrës së saj, para se ajo të vdiste. Udhëtimi në kohë. Hirai ulet në karrigen magjike. Ajo kthehet në momentin e zënkës në telefon, por ka një problem. Ajo nuk mund të ndërhyjë, sepse personi që udhëton në kohë nuk mund të lëvizë nga karrigja dhe vetëm mund të flasim ata që kanë vendosur të dëgjojnë. Ajo mund të dëgjojë bisedën. Mësimi kryesor, falja. Ndërsa Hirai dëgjon zërin e saj dhe të motrës së saj duke u zënë në të shkuarën, ajo është e gatshme të bërtasë fjalët e faljes. Mirëpo, ndodh një ndryshim i papritur. Ajo sheh motrën e saj, Kumin, në atë moment. Kumi, e cila e dinte se shëndeti i saj po përkeqësohej, kishte shkuar në kafene pikërisht në të njëjtin moment për të udhëtuar pas në kohë dhe për t'i lënë një mesazh Hirait, duke besuar se Hirai një ditë do të kthehej për shkak të keqardhjes. Kumi, duke e ditur që nuk mund të ndryshonte të shkuarën, i lë Hirait një mesazh të qartë dhe të dashur. Ajo i shpjegon se zënka nuk kishte rëndësi. Ajo i kërkon Hirait të kujtojë të gjitha momentet e lumtura që kanë kaluar dhe se ajo e donte dhe e falte motrën e saj. Përfundimi. Kur Hirai kthehet në të tashman, ajo e kupton se motra e saj jo vetëm që e kishte falur, por kishte bërë një akt të jashtëzakonshëm dashurie, duke udhëtuar pas në kohë për t'i dhënë paqe Hirait. Edhe pse zënka mbeti në të shkuarën, mesazhi i dashurisë së Kumit ndryshon të tashmen e Hirait, duke e çliruar nga pesha e keqardhjes. Ajo mëson se ndonjëherë nevojitet vetëm pranimi se jemi të dashur, pavarësisht gabimeve tona. Nëna dhe fëmia. Një nga stafi i kafenes, gruaja e pronarit, Nagare, dhe motra e Kazus. Ajo është shtatzëne. Fëmiu i palindur, Kei, është në muajt e fundit të shtatzanisë dhe ka zbuluar se ka një gjendje shëndetësore fatale që lidhet me shtatzanin. Mjekët i kanë thënë se ajo ka shumë pak shanse për të mbijetuar pas lindjes. Kei është e dëshpëruar. Ajo dëshiron me gjithë shpirt të jetë nën, por frika se do ta lë fëmijën e saj pa nën e mundon. Qëllimi i udhëtimit në kohë. Për të siguruar se vendimi i saj për të lindur fëmijën është i duhuri, Kei vendosi të bëjë diçka të paprecedente, të udhëtojë në të ardhmen. Kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe kundër rregullave kryesore të kafenes. Ajo dëshiron të takojë fëmijën e saj të rritur. Udhëtimi në të ardhmen. Kei ulet në karrige e vendosur të sfidojë rregullat dhe rrezikun e mos kthimit mbrapsht. Ajo udhëton disa vite në të ardhmen. Takimi. Një akt i madh dashurie. Në të ardhmen, ajo sheh vajzën e saj të rritur, por zbulon se vajza nuk e njeh atë. Vajza nuk ka asnjë kujtim të nënës së saj biologjike. Kei i afrohet fëmijës dhe shkëmben një moment të shkurtër me të. Megjithse Kei nuk merr një përgjigje të qartë nëse fëmia është i lumtur apo jo, ky udhëtim i jep qartësinë që i duhej.
dashuria e saj për fëmijën e saj është e pakushtëzuar dhe ajo është e gatshme të sakrifikojë gjithçka për të sjellë fëmijën në botë. Ajo kupton se jeta e vajzës së saj do të jetë e vlefshme, pavarësisht nëse ajo, Kay, do të jetë aty për ta parë atë. Kthimi dhe mesazhi. Kay kthehet në të tashmen pikërisht në kohë, pak para se kafja të ftohet. Udhëtimi i saj në të ardhmen nuk i ndryshoi shanset për të mbijetuar, por i jepte qetësinë e nevojshme për të pritur lindjen. Ajo i lë një letër burrit të saj, Nagaras, duke i kërkuar atij të rrisë vajzën e tyre me dashuri. Por herë të parë, ajo është vërtet në paqe me vendimin e saj, duke ditur se ka marrë vendimin më të dashur. Përfundimi thelbësor. Kjo histori thekson se dashuria prindërore është transcendentale, të përjeshme. Ajo i mëson lexuesit se sakrifica më e madhe bëhet për të ardhmen e atyri që duam, duke konfirmuar se nuk është rëndësia e kohës që kaloj me dikë, por intensiteti dhe sinqeriteti i dashurisë që i japim. Kjo histori shërben si kulm emocional, duke mbyllur pjesën 1 me mesazhin se qëllimi i udhëtimit në kohë është të ndryshosh zemrën tënde, jo fatin.